Si ka mundësi që ajo që është shkruar në një libër dikur mund të drejtoj ditët e sotme, kur shkenca e arsimi ka miliarda libra thot që për çdo kohë vlejnë. Për aq kohë thot sa ndihmojnë. Pra ka fjalën për Kur'anin. Shiko, Kur'ani nuk është libër i fjalëve të një njeriu, por është libër i Allahut lartësuar, krijuesit të gjithësisë, i cili na ka krijuar ne. Dhe Zoti i gjithësisë e di më së miri se çfarë i duhet dhe çfarë i nevojitet krijesave të tij, njerëzve të tij, në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, ai është libri ku në të nuk ka dyshim. Hudel lil muttaqin. Ai është udhëzim për të devotshmit. Dhe udhëzim për të devotshmit pra në çdo kohë. Vazhdimisht, për gjithë pra ata njerëz të cilët duan të afrohen me Zotin, duan t'i binden Zotit, e duan lumturinë këtë jetë, e duan lumturinë e përjetshme në botën tjetër, ndërsa për sa i përket shkencës, shkenca vazhdimisht avancon dhe ndryshon. Zbulime të reja, ngrihet një tezë, rrëzohet përsëri ajo tezë, del një tezë tjetër, kërkime vazhdimisht. Dhe Kur'ani nuk është kundra kërkimeve, kundra studimit, kundra zbulimit, as pak, për kundrazi. Kur'ani nxit që ne të lexojmë, ne të studiojmë, ne të jepim kërkim të vërtetës. Dhe Kur'ani ka parime, ka rregulla. Ka rregulla të cilat nuk ndryshojnë. A ndryshon për shembull respektimi i prindërve? Kur'ani të fton me respektu prindrit. Mos vall me kalimin e viteve duhet mos me i respektu. A ndryshon ruajtja e lidhjeve farefisnore? A ndryshon ndalimi i gënjeshtrës, ndalimi i moralitetit? Nuk ndryshojnë. Ato janë pra gënjeshtra, imoraliteti, padrejtësia, janë gjëra të këqija, të cilat vazhdimisht duhet luftuar. Kur'ani lufton këto. Adhurimi Allahut lartësuar, vazhdimisht duhet me adhuru të madhin Zot. Vazhdimisht duhet me besu, me bë vepra të mira,